Mirë, ja kur jemi rikthyer sërish mbas këtij bloku publicitar, ora shënon 23:13 minuta. Kjo që do të shikoni tani nuk përbën më një risi për sportin shqiptar. Për çfarë do të flasim? Për një kafaz brenda cilës ndeshen, jo kështu gjasme, në një grup gladiatorësh, çunash, pesha e cilëve është e frikshme, po pse jo, grushti i shkelmi tyre është i frikshëm. Regjia më ndihmon se për çfarë do të flasim. Pjesën e dytë, sigurisht emocion do të jetë me drejtus klubi Rezan Spaju, klubi Apollonik, presidenti i federatës. Përballja e kickboxit, Bear Toda. Më falni, Bear Toda është me kostumin sportiv gjurë të kuq. Dhe Albert Hoxha me kostumin sportiv gjurë të bardhë. Randi parë. Sekuencat që bam së bashku vinë nga kampionati i ndeshjeve të lira, ose më mirë themi ajo përzgjedhja që është bërë dje, por çfarë janë ndeshjet e lira? Është gëshërtimi i të gjitha disiplinave të arteve marciale, fut këtu, kickboxing, pse jo mundjen, era erës disa grushte, kjo quhet ndeshje e lirë. Nga vetë fjala ndeshje e lirë, kur mund të godasësh me çfarë të duash, po sigurisht ka një limit. Nuk mund të godasësh për shembull në disa vende që janë delikate, por që ne do t'i mësojmë se cilat janë ato. Unë do të ndaj bisedën sot me Arjan Rizaj, presidentin e Federatës Shqiptare të Ndeshjeve të Lira. I themi mbrëma, zot Rizaj, kënaqësi, mirë se ke ardhur. Dhe mi një kampion të vërtet, kampion kafazi, në kafazi atyre ku zien. Në i quhet Ilirian Hoxhaj, është peshë e rënd, Ilirian, mi mbrëma, kush të ka masakruar kështu? Kundërshtari... Bëjmë do të një plan detaj për të parë dimensionin e vërtet të masakrës që ka pësuar dje. Dhe kundërshtari i quhej? Adi Metushi. Adi Metushi. Mësova që ishte një nga ndeshja më e ashpër. Shumë e ashpër, shumë e bukur, shumë e fort. Respekt dhe kundërshtarit. Respekt, ja pra, se çfarë fair play në... duhet të ndarpres, sepse nga regjia më bëjnë me dijes, se kam një lidhje të drejt për drejt telefonike në këto momente, do të shkoj në Gjirokastër, ku mësojmë se kandidati i Partisë Demokratike në këtë qytet ka denoncuar patrullat e policisë atje se po bënin presion elektoral sipas tij, në një kohë kur ai po zhvillonte një takim me strukturat e kësaj force në politike. Për më shumë detaje, unë do të bisedoj me korespondentin, më falni, me kandidatin e Partisë Demokratike, Igli Kokalari. Zoti Kokalari, mi mbrëma. Mi mbrëma. Zoti Kokalari, jemi drejt për së drejti në emisionin tim, unë jam Rezar Xhaxhiu, do doja t'ju pyesja sipas asaj çfarë Departamenti i Lajmeve sapo mësoli, bëhet fjalë për një lloj presioni që juve pretendoni se parullat e policisë ju kanë bërë. Më konkretisht, ju lutem. Ju përqendres, zoti Xhaxhiu. Faleminderit. Problemi ka qenë, ne sot kemi pasur në planin kalendar për zhvilluar një takim me strukturat e Lazaratit. Mbasi çdo gjë ka kaluar në rregull, takimi ka qenë shumë i këndshëm, një pjesëmarrje tepër e gjerë. Mbas kësaj kishim një takim me strukturat e maturantëve të gjimnazeve të Gjirokastrës. Dhe mbas kësaj ishte një darkë pune e planifikuar me të gjitha strukturat e Lazaratit, ku përfshiheshin jo vetëm drejtuesit lokal të Partisë Demokratike, por edhe kryetarët e komunave që drejtojnë komunat fituese nga Partia Demokratike. Pra të komunës së Picarit, të komunës të
Zoti Kokalari, nuk na interesojnë pjesëmarrje, na intereson fakti çfarë ndodhi realisht, ju lutem. Atëre, kur ne afrohemi për të lokali ku kishim vendosur për të zhvilluar këtë darkën e punës, aty gjem një sër forcash policie të dislokuara dhe interesante është se kryetari i komunës zoti Aliko Dasho Aliko kishte lajmëruar komandantin dhe i kishte thënë që me qenë se ne sot do të zhvillojmë një darkë pune në këtë lokal, mundësisht forcat e policisë të mos jenë të dislokuara në këtë vend. Ata vazhdojnë kanë shtuar forcat e policisë, patëm një përplasje debati me fjalë, nuk pranuan të largoheshin, vazhduan me ato metodat e tyre që i sillen si gjithmonë keq me qytetarët, në syrin tonë vazhdonin të kontrollonin makina nga fillimi në fund fije për për, dhe aktualisht janë akoma rrotull lokalit. Kjo gjendje në Lazarat ka rreth një muaj. Konkretisht nuk e kuptoj si kandidat për kryetar bashkie që jam. Si do ta zhvilloj fushatën në këtë fshat? Si do ta zhvilloj fushatën në këtë komunë? A është kjo një fushatë e barabartë? A mund të zhvillohet fushatë në presionin e policisë? Këto janë pyetjet që Zoti Kokalari, janë 4 posobllogje policie të dislokuara në këtë fshat, që kontrollojnë çdo lloj mjeti që kalon lart dhe poshtë. Policia bëri një aksion tepër të suksesshëm në Lazarat, të gjithë e kemi përshëndetur. Fundi i atij aksioni ishte që Lazarati ishte pa hashash, fundi i atij aksioni ishte që shtëpitë u kontrolluan nga 4-5 herë dhe janë pa armë. Nuk kuptoj përse policia Kokalari, në Lazarat a morët kontakt me drejtuesit e komisariatit policisë në lidhje me këtë që ju e quani incident? Të nesërmen do të zhvillojmë patjetër një kontakt me drejtorin e policisë, me atë punë po merremi, i pranishëm në tavolinë është dhe zoti Tritan Shehu, i pa të gjitha gjërat me syrin e tij, kemi lajmëruar mediat, ky është protesta e parë që po bëjmë. Të nesërmen do të protestojmë patjetër pranë drejtorit policisë. Zoti Kokalari, të falenderoj për informacionin që përcollët drejt për së drejti nga Gjirokastra. Urojmë që fushatat jetë një fushat dinjitoze edhe në Gjirokastër, duke marrë parasysh faktin që ai qytet ka rezatuar gjithnjë në paqe dhe mirësi. Zoti Razar, ta shpresojmë dhe ne dhe jemi të përgatitur për një fushat dinjitoze. I uroj një fushat të lehtë, kandidat Kokalari, i uroj gjithashtu dhe natën e mirë. Kalofshi qetë. Faleminderit. Rikthehemi në bisedën tonë, isha duke folur me Arian Rizajn dhe Ilirian Hoxhajn, të cilët vinë nga një aktivitet që u zhvillua dje dhe që ka lidhje me sportin, me ndeshjet e lira. Zoti Rizajn, doja t'ju pyesja, çfarë ndodhi realisht dje në këtë aktivitet? Dje ka zhvilluar një kampionat për herë të parë në Shqipëri i këtij niveli, po më tepër dua të theksoj organizimin, pra për mënyrën dhe formën si zgjodhëm. Ne dje kemi bërë një aktivitet pa më të vogël dyshim që nga hapi i parë deri te hapi i fundit që i përpri një, po themi, një parë përgatitje për eventet ndërkombëtare dhe kombëtare që ne mund t'i zhvillojmë këtu, për më tepër për t'u përgatitur psikologjikisht, për t'u përgatitur taktikisht të gjithë sportistët që dolën më mirë sot, po dhe ata që nuk dolën fitues, sigurisht kur ndeshen, një fiton dhe një humbet, treguan që dikush ka nevojë të përmirësojë një aspekt dhe dikush tjetër ka arritur të përmirësojë këtë aspekt dhe ka diçka tjetër për një nivel, sepse rruga, shkallët për të ngjitur nivelin profesionist, sidomos në këtë sport, është shumë e vështirë. Ne kemi 3 vjet që funksionojmë si federat, që kemi një staf të plot, vullnetarë sigurisht të gjithë, pra pa një suport, është më tepër pasioni. Megjithatë nuk kam marrë për të folur për këtë çështje. Këtu e rëndësishme është që ne deri tani ja kemi dalë mban, pra për 3 vjet kemi zhvilluar këto evente dhe si ju thash, u bë mundur që dje zhvilluar Albanian Gladiator Championship, që u zhvilluar nga Federata Shqiptare e Ndeshjes së Lirë MMA, ku morën pjesë klubet Albanian Fight Club, që Spikati, Adikuan në vend të dytë, Elite Sport Academy, Apollonia Kickbox Fier dhe Freestyle Kuçova. Këto ishin klubet që kishin pothuajse dhe aspektin edhe anën psikologjike, po dhe informacionin për të para përgatitur për një periudhë që kemi 3-4 muaj që përgatiteshim, pavarësisht. Pra, me që kuptova, disa nga këta djemë tani do të përfaqësojnë Shqipërinë në aktivitetet ndërkombëtare? Po, mundësia e parë që na krijohet, pra në mundësinë e parë se të gjithë problemet janë, si thamë, ne jemi me vetë sponsorizim për momentin, mundësinë e parë që do krijojmë patjetër, por jam i sigurt që do t'ja arrijmë sepse dje aty kanë qenë shumë njerëz,
Okej. Po kanë qenë persona që besoj e kuptuan që ne nuk kemi diçka thjesht për të kaluar kohën, jemi një federatë që funksionojmë realisht dhe dihet që duhet kemi. Po ministria nuk i mbështet fare? Ministria normalisht ka një projekt që të gjitha federatat e reja, nuk Po. është se do kalojnë në projekt buxhet, këto pastaj janë etapa dhe hapa që ndiqen dal nga dal. Dakor. Ilirian, ndalim pak me ty, çfarë është ky sport dhe pse ka kaq brutalitet? Si sport është, nga pamja e jashtme duket si sport i egër. Nuk është, ë? Për ne është sport i bukur. Ja shikoj, e shoh sa i bukur është këtu tek. Bëj një plan detaj, lutem. Për të parë se ne kemi përgatitje. se çfarë masakre është. Ne kemi përgatitje për 3 muaj që për këtë ndeshje. Po kaq dorë të fort kishte Adi Metushi që të ka bërë Unë kështu. kisha më të fort. Po pse e ke masakruar Adin? Unë fitova, nuk e di. Arian, Zoti Xhaxhiu, një minutë tani se. duhet patjetër. Jo, duhet të kuptojmë diçka. Okej. Thash Iliriani është kampion për 3 vjetësh rresht. Aha. Për 3 vjetësh rresht dhe ka krijuar backgroundin, ka krijuar përvojën për të ndeshur në nivele të tilla, qoftë dhe Adi Metushin, qoftë dhe sportistë të tjerë. Po flas për Ilirianin dhe Adi Metushin, ka qenë ndeshja më e fortë në peshat e rënda, main event pra. Dhe sigurisht ka qenë një ndeshje spektakolare ku unë nuk mund ta lë pa përmendur dhe kundërshtarin e Ilirit. Madje e përshëndes për një super sfidë që ka qenë dhe në fund fundit fitoi sporti, fitoi federata jonë dhe me mira për gabimet ose ato arritje që ne presim në të ardhmen. A luhet gjasme në kafaz? Ja. Aty grushti është grusht, nuk është se Aty hahet grushti, pranohet grushti. po mirë, ka disa rregulla Ka Ilirian. rregulla, normalisht para ndeshjes. Ajo çfarë mua më ka çuditur, Arian, ta diskutojmë pak, pse ndalohet kapja ke mbathjeve? Po sepse nuk mundesh që të sportistin e frenon, në moment që ti e ka për mbathjesh, i bie që e frenon, si mund ti. Okej. Nuk lejohet goditja në organet gjinitale. Patjetër që nuk Normal. lejohet. Nuk lejohet futja e gishtave në sy. Nuk lejohet goditja. Këto janë rregulla ndërkombëtare apo i keni vetëm juve? Ndërkombëtare dhe të adoptuara në federatë adoptuara ose pas në- statutit. Nuk lejohet mbrapa kokën pikat e rrezikshme të trupit. Kundërshtari në qoftë se dorëzohet, jep tap me shenjë ose arbitri është dhe dje ka qenë dhe arbitri në një nivel shumë të lartë. Erion Xharo e përshëndes, që ka zhvilluar një super paraqitje në përsa i përket aspektit gjykimit, ka qenë shumë afër. Në momentin e parë ashtu sikur kishte marrë dhe porosim. Në momentin e parë që shifte pothuajse më të voglin një mundësi që dikush nga sportistët mund të dëmtojsh ndërhynte dhe këto janë rregullat e sportit. Ilirian, sa vite ke ti që merresh me ndeshje të lira? Prej 3 vjet e gjys, 4 vjet, që merrem me këtë sport. Falë presorit, këmbguljes së tij dhe Po si të erdhi ideja të merresh? A je ti tip agresivi në jetë? jo, nuk jam absolutisht jo. Jam shumë normal si gjithë tjerë. A ke ti energji negative? Ja. Ja, nuk është. Ky sport nuk të lejon që Si çon njerëzit ky sport? Si? Po dje ka qenë çfarë duhet jesh? që të bësh këtë dhe çdo sport apo çdo, po themi, profesion, në radh parë duhet ajo këmbgulja dhe gjakftotësia dhe vetkontrolli. Do të thonë që po në këtë sport duhet të jetë më tepër e rëndësishme dhe duhet të jetë më tepër e fokusuar. Duhet ti Pra, fiton ai që e ka mendjen më të qetë. më të qetë është më i qetë, e drejtë. më i saktë. Në goditje, Më i mirë stërvitur, sigurisht, më me përvojë, më me potencë, mund të ketë që janë dhe gjenetikisht në shqiptarët në farë mënyrë një forcë e brendshme nga buron, edhe nga vetë geni, po themi. Dhe kemi sportista të talentuar, prandaj po themi që jam i detyruar unë bashkë me të gjithë sportistët dhe të gjithë stafin që të punojmë fort, që ta çojmë këtë sport përpara, sepse mixed martial arts ose ndeshjet e lira është një nga sportet më të zhvilluara në botë. Pse jo edhe në Shqipëri? Unë normalisht kam marrë një iniciativë, se kam qenë dhe herën e parë te kampionati i parë që kam zhvilluar. Nuk është një iniciativë ime dhe nuk flitet thjesht për emrin tim, po flitet për emrin e këtij sporti. Apo po shoh që ka dhe vajza. Po, ka qenë një çift vajzash. Po mirë, është e parahapur në vajza kjo apo janë vetëm këto dyja që? Po, në këtë ndeshje kanë qenë vetëm 2 vajza, sepse edhe niveli i ndeshjeve duhet ishte më i Imagjino Arian ta kishte dashur njërin nga ato të bën pistil. Po tani duhet kompromisi në të gjitha Po pra, do të gjesh gjuhën. gjitha marrëveshjet. Ilirian e ke menduar ti ta kesh një nga ato? Se jam vetë për me. Po pra. Ajo bën pistil në krevat, imagjino. Po ta marri seriozisht. Deri në çfarë moshe mund të luhet ky sport?
Se di, varet derisa t'japësh. Derisa t'japësh. Derisa Ka t'japësh ka një limit Arjan? Po flasim për në botë arrin deri në minimumi deri 45 vjeç. Ka dhe që e bëjnë deri në 50 vjeç, po në nivelet larta mund të luash maksimumi deri në 40 vjeç. Po themi po kalove 40 vjeç, do të rriqesh për nivelet larta. A ka spektator që e ndjekin? Në Shqipëri, në vendin tonë, shumë spektator. Ka, shumë spektator, kanë qenë shumë persona dhe unë i falenderoj për thjesht për atë inkurajimin dhe të gjithë u solidarizuan që është një sport i bukur, ku dy gladiatorë të vërtet u ndeshën midis njëri tjetrit. Dhe sinqerisht ka qenë kjo. Dhe të gjithë personat që ishin të ftuar, që shikonin këtë event thjesht duar trokisnin dhe kishte një, po themi, një veprim paqësor nga ana e tyre. Ata thjesht bënin tifoz për personin që ishin, për klubin që ishin, për katës, për atë që pëlqenin, ata s'kishin klub dhe kjo ishte ajo që na interesoi më shumë. Pra dhe publiku, jo vetëm në këtë kampionat, por edhe në kampionatet e ardhshme, i sigurojmë që ky është sport që ka vizion si të gjithë sportet e tjera, por në fundit dhe pse quhet në botë më i dhunshëm, më i dhunshëm, më i fortë se sa sportet e tjera. Ky është një sport që e gjen kontrollin brenda forcës së vet, brenda po themi tërësisë të ndërthurjeve teknike, siç e theksuam. Ndërkohë jemi duke parë edhe disa foto që vinë nga aktiviteti i djeshëm, tu je ti Ilirian? Po. Gjatë kohës që ke marrë dhe medaljen, besoj? Po. Ka fituar medaljen e artë, kanë fituar edhe një kupë, edhe një premio. Arjan, po djemt përveç një plake argjendi, po qënë si ka edhe një kupe, në çfarë fitojnë? Pse bëjnë këtë sport? Thjesht për hobi? Në radhë të parë ne duhet të theksojmë këtë. Sporti nuk ka keq askush nga sporti. Duke u marrë me sport, ne i heqim të rinë nga rruga që nuk duhet të shkojnë. Pra nuk duhet i çojmë në vende që nuk duhet i përmes, po dihen që nuk janë rrugë të mbarë. Dhe tjetra është çdo person që jo të gjithë ndeshen. Unë thash, ne në palestër kemi për palestrat që janë ndeshur kanë na 50 vjet, 60 vjet. Domethënë i bie janë 400-500 sportistë. Dhe pse janë ndeshur vetëm 16? Kjo është bukuria, sepse këtë e bëjnë ata që kanë dëshirë, ata që kanë vullnet dhe që kanë prirje. Jo të gjithë mund ta bëjnë. Kjo është ajo që të ndan, domethënë në kategoria e amatorit dhe profesionizmit. Pra ne kemi hedhur një gur të rëndësishëm themeli drejt profesionizmit dhe drejt shikimit për shikueshmërinë për të arritur në eventet ndërkombëtare. Ilirian, ku ndryshon nga boksi ndeshja e lirë? Se unë ju pas aty Boksi është më teknik, më e pastër, kurse këtu është si tip sheh rrugë ose tip sheh rrugë, më vjen me çfarë të vi. Me çfarë të vi, po boksi është më thjesht me është më sport, duhet të jesh dhe boksi është me pikë, ky është sport që kërkon më shumë zgjuarsi përveç se normalisht nuk ke se si pa patur një zhdërvjellësi tërësore të elementeve të lëvizjes, ti mund të ndërthurësh, po themi, luftimin. Pra nuk mund ta quash thjesht një sport si sport rrugë. Ky është sport me rregulla. Në moment që ti gabon, që kundërshtari e godet aty ku s'duhet, po bën një kapje, arbitri të përjashton, ngre karton ti hundet dhe se nuk duhet sportiv. Pra nuk mund ta transmetojmë të tjerë që ky është një brutalitet. Ku ka lindur si sport? Jam kurioz. Këto janë sporte që kanë lindur dhe emri Gladiator Championship, pra është përdoret më shumë në vendet të ndryshme të botës, por megjithatë u mora shkas nga shumë dhe duke parë dhe djem që ishin stërvitur mirë, thashë i vendos këtij eventi emrin Gladiator Champion. Shumë e gjetur. Po i kafazi për çfarë shërben? Pse kafaz dhe jo të themi një si punë? Kafaz, po ua shpjegoj. Kjo është që doja të thoja, këto kanë 2000 vjet që kanë lindur si sporte, dhe janë zhvilluar që në Japoni, në paqësor, kanë ecur në Amerikë në vitet 90 e bën atë bumin e tyre. Mbas lënies së të famshit Bruce Lee, se pak a shumë ai ka qenë ideatori që nisi dhe në 90-ën janë ndeshur të gjitha sportet bashkë, kush dilte më i mirë. Dhe sot janë standardizuar dhe secili sport ka, po themi, rregullin e vet, dhe ky është një si të gjitha sportet e tjera që ka rregullin e vet. Pra nuk mund t'i thuash që ky ka marrë karate, nuk mund t'i thuash apo që ka marrë një sport tjetër, se s'dua ti përmos. Pra është sport brenda konstruktivitetit vet, brenda rregullores vet dhe është shumë i zhvilluar ndërkombëtarisht. Në Amerikë rënditet sporti i dytë më popullor mbas NBA-t. UFC, pra Ultimate Fighting Championship. Kjo ka lindur në vitin 90 për të provuar sportet më efikase midis judos, boksit, karatesit. Po normalisht brenda një rregullore, siç ju thash. Sa orë në ditë stërvitesh, Ilirian? Ngrihem në mëngjes, në orën 5:30 mëngjesit bëj vrap. Pastaj mbas dite, normalisht 2 orë në ditë. 2 orë në ditë? Profesorin, po. Cila është tipi, çfarë lloj stërvitje bën një sportist? Teknikat që na thotë rregullat, na thotë profesori. Këto, domethënë,
programi që na bëjnë gjithmonë profesorë. Okej. A ke ti një pikë synim, okej, fitove, u dole kampion, po kërkon ti të ndeshesh për shumë me kundërshtar europian, ballkanik, Azerbajxhanas? Pse mos ndeshem? Që ose kemi mundësi të stërvitemi, do kemi fuqi të stërvitemi. Kjo ka qenë iniciativa ime, falë se ju pengon. Iniciativa ime ka qenë në vitin 2008 kur unë kam ikur në një kampionat botror në Greqi që zhvillohej në Greqi. Dhe aty kur kam ardhur në Shqipëri kam kuptuar që ne këtë sport mund ta bëjmë. Unë thjesht kam vajtur se ashtu ishin kushtet, pa trajner në një farë mënyrë në atë event dhe u paraqita shumë mirë sigurisht. Po kur erdha tu kuptova që ne këtë sport duhet ta zhvillojmë. Dhe unë fillova dal nga dal dhe deri sot janë bërë 7-8 vjet. Që unë merrem, por si federatë legjitime është vetëm 3 vjet, që nga federata botërore e njohur dhe institucionet shqiptare të shtetit shqiptar. Duhet ketë adrenalin brenda kafazit, shumë adrenalin. Je tjetër kushtet brenda. Je tjetër kush, interesant. Unë kam përshtypjen, po, më korrigjo, e ndjem pak veten si gladiator, si në Romën e Lashtë, kur je i detyruar të ndeshesh për mbijetesë. Jo për mbijetesë, por ti luan, po themi, ti ndeshesh për atë që ti je, për atë që ti je përgatitur. Pra, nuk kesh për mbijetesë, aty mund të jetë, po themi, 1% rreziku që ti luam thjesht për mbijetesë. Do të thotë që duhet ta kuptojmë, nuk mund t'i themi këtij sporti sepse kështu është, jo se po e mbroj unë, po dhe ndërkombëtarisht ka rregulla, ka mjek, ne kishim 3 mjek dje aty. A janë non-stop 3 mjek? Ti thjesht e respekton kundërshtarin. 3 mjek dhe ambulancë. Nuk e respekton kundërshtarin që ke në maksimum aty që do bësh ndeshje. Si e respekton, nëse e ke kundërshtarin, që nuk do ta godasësh në pjesët ku s'lejon, se jemi njerëz në fundit. Okej. Po thjesht për ato që jemi... Pse nuk ka masa mbrojtëse, Arjan, për shembull unë po t'isha në vend të Po, e ka masat mbrojtëse, ju a shpjegova pak më parë. Këta janë ndeshur amator shumë kohë. Që kanë arritur këtu, kanë 3 vjet, janë bërë 6 kampionate. Jo, mas mbrojtësi do të një kask në kokë. Jo, po nuk ndeshen të gjithë profesionistë. Ndeshen vetëm këta që arrin atë nivelin e dur, taktik, teknik, psikologjik dhe të përgatitur. Nuk mund të tjerët janë amator. Ja kur zhvillojmë eventin tjetër për grup mosha, do në mbrojtëse. Në mbrojtëse do kenë rregulla të tjera, sigurisht. Amator do thotë që unë jam guzhinjer dhe vi ndeshem atje? Jo, s'është ai kuptimi. Kuptimi i fjalës amatore është që ti ke filluar, je integruar, je sportist, ke arritur një vit, por nuk ke atë background, nuk ke atë përgatitje dhe nuk ke atë anë psikologjike që ti mund të ndeshesh në nivel të lartë. Dhe kjo bëhet trajnerët janë shumë të kujdesshëm në këtë zgjedhje, pra zgjedhin ata që shikojnë që kanë grimcë, kanë atë karakterin vetvete që mund t'i japin, po kanë kaluar dhe kohën e përgatitjes, pra kanë marrë atë gradën e dur, se janë dhe me grada të ndarë. Pra sipas klasave që ndahen dhe klasifikohen. Jam shumë kurioz, po më bën kurioziteti. E të mërshme. Po jo, nuk është, për 2-3 ditë do të bëhet mirë, kam përshtypjen. Jam më mirë dhe jam shumë mirë. Të është nxirë një qik këtu. Cili është pozicioni klasik që merr një sportist? Po jo, jo. Cili është pozicioni klasik kështu, kur e nis? Do ta tregoj më mirë Iliri, jo. Iliri, ma tregoj çik. Iliri vjen në ndeshje, kështu që unë jam Adi Metoshi për shembull. Kështu? Këtu, po. Ky është fillimi? Kjo është pjesa që përplas dorezat në anën për të filluar dhe në moment që bie gongu gjithçka fillon. Po përshëndetja, ka një përshëndetje përshëndetjen tonë të palestrës që kemi... Po, është e federatës. Është e federatës. është universale, nuk është se e ke shpikur ti. Është unike, është brenda rregullores. Është miratuar. Po kështu, mund gjuhet? Po. E provove. Ua, interesant. Po, që duhet bëj që unë të marrë pjesë atje, apo nuk lejohet? Do të vishë të servitesh ditë për ditë. Ska problem, do bësh me grupë moshën tënde. E rëndësishme është që keni dëshirën e mirë. Do t'i gjejmë kundërshtar profesor. Po, do të ndjesh një kundërshtar. Do t'i gjejmë maestro Mjagi. Se kam pagëzuar drejtorin teknik me emrin maestro Mjagi. Zotin Anastas Kobuzi. Ide e mirë kjo, ide e mirë. Nuk e di se ka një qik adrenalin si sport. Ideja që ndeshesh me të gjitha mjetet dhe mënyrat dhe ka më variacion, kam përshtypjen se sa mundja. Mundja është... Jo, të gjitha sportet dhe mundja është sport i bukur. Unë është një sport që deri diku e kam praktikuar. Dhe nuk mund t'i thuash, nuk bën mundja, as nuk bën boksi. Por, ky sport është që ka kaluar kohën dhe personat e rinj, pra rinia, po themi, para pëlqen më shumë këtë, se u duket e adrenalina më e lartë se sa thjesht. Normalisht dhe boksi është një sport burrëror. Po juve që ka lidhur me këtë sport, Arjan? Unë kam filluar që 6 vjeç. Dhe është histori interesante, unë jam, po themi, i vetë stërvitur, që kam arrit deri në këtë. Normalisht unë kam marrë mësime dhe seminaret e dura,
për të pasur backgroundin që kam sot, nuk është se, po të paktën deri në moshën 15-16 vjeçare nuk është se kam pasur në një trajner, thjesht ishte ajo koha që shifnin filma njërën tjetrën dhe. Këtu në Shqipëri ku është më i përhapur si sport në veri, në Shqipërinë e mesme apo Klubet kryesore janë në Tiranë. në Tiranë? Po, klubi kryesor është Albanian Fight Club, që është krijuesi i, po themi, këtij sport deri diku që mban peshën kryesore, i mbështetur nga 3-4 klube të tjera, Tirana MMA Center, Adikon Akademi, Elite Sport. Dhe klubet të tjera që janë më të vegjël, por që presim të antarësojmë dhe duke parë dhe punën që bëjnë. Pra, sepse Lilian, përveç Adi Metushit që të ka bërë kështu, ta kisha kështu të ta, dhe more që ke bërë Jo, kështu. se është djali mirë shumë. Okej. Kush është kundërshtari tjetër që është ai që në ti ja ke frikën? Se di që nuk kam frikë asë. Nuk ke frikë. Po konkurenti jot kush është? Do të thënë që ti je më i miri, po i dyti mbas teje. Iliri dua të theksoj këtë, për kategorinë e vetë dhe peshën e vetë mund të them që është unik. Askush nuk duhet që të mendojmë që është më i fortë i mundshëm, por ka treguar në të gjitha ndeshjet, në të gjitha takimet që Po çfarë ka teknik Iliri? Iliri ka fituar një teknik të vetën që pothuajse e bën unik për mënyrën se si lufton. Pra ka një mënyrë, një qëndrim, po themi dhe deri një farë mënyrë një zgjuarsi përveç forcës fizike. Ka krijuar këto që janë reflekset bazë. Po kush luan rol? Më shumë forca fizike apo zgjuarësia? Forca fizike luan rol në moment që ti dita përdorësh, lëviz mirë taktikisht. Duhet t'i kombinosh. Ke një lëvizje të mirë me hapat që po themi oponentin, se kundërshtar është fjalë e rëndë, oponentin e nxjerr bosh në një mënyrë dhe e sulmon atë pikë ku ai është më i dobët, po themi. Por kjo është zgjuarësia. Dhe prandaj tash pikërisht pavarësisht se e brenda një kafazi, ky është sport unik. Pra të kërkon shumë zgjuarësi, aty fiton ai që është më gjak ftohtë. A mund të dalin ndonjëherë një lojtar jashtë vetes dhe jashtë rregullave sepse ashtu ja jep aty për aty, për Po, shembull mund të dali, po do hajdru. Da hajdru. Sa më shumë të dalësh jashtë vetes, sa më shumë. Bëhet fjalë për ndeshjen, jo po doli se aty janë arbitrat, janë 6 arbitra. Kuptohet është staf i madh që në moment ndryhyn dhe sa më shumë të nxjesh brenda në kafaz, të humbësh shpërqendrimin, ai më shumë Sa kundërshtar. zgjat një ndeshje? Ndeshja zgjat 15 minuta. 15 minuta. Dhe ka vetëm një round. Jo, je 3 raunde nga 5 me 1 minutë pushim. 5 minuta raundi. A 5 minuta është raundi? Është shumë 5 minuta? Janë shumë. Janë shumë, ëh? Janë shumë, po me përgatitje, me stërvitje, me mundim Okej. e përbëva. Arjan, kur është aktiviteti i radhës? Ne kemi planin që të zhvillojmë sipas plan kalendarit kampionatin për grup mosha junior, jo gladiator, që do jetë kampionati me mbrojtëse. Është ky kampionati që thatë ju, ata do t'i ruajmë sigurisht. Do jetë thjesht ne aty do kuptojmë dhe mund të nxjerrim talent të tjerë për të përgatitur gladiatorët e radhës. Dhe këta që janë shpresojmë në mundësit me bashkëpunëtor tanë t'i çojmë atje ku duhet t'i çojmë. Sakt, pesha juaj është 88-95? Jo, Iliriani është minus 90, por për mospasje të kundërshtarëve, të luftovi me një kundërshtar dhe kundërshtari që u ndesh Iliriani për mospasje së oponent, pra luftuan, si thosh, Iliriani ka luftuar në një kategori tjetër dhe ka dominuar takimin. Jam shumë poshtë. Do me thëmë, pesha jote është Në minus 84 dhe ke luftuar me dikë që është plus 90. është plus 90. Pra plus 90. 90 plus janë kategori tjetër. Nuk është thyrje rregulli, ne i morëm gjitha masat dhe Adi Metushi është një sportist që në moment që na jepet mundësia, si Iliriani do të përfaqësoj peshën e vet, sepse e tregoi backgroundin e dur. Të dy u ndeshën fort pavarësisht peshës dhe të dy treguan nivel shumë të lartë. Dakor. Arjan Rizaj, falenderoj fort që erdhe të komplimentoj publikisht për iniciativën tënde. Unë ju falenderoj dhe ju si media dhe ju kërkoj që her pas here të na mbështesni. Ju Sigurisht. sepse është një sport që është i ri, ka nevojë që të promovohet nga të gjithë. Po më çuditi fakti që ministria nuk ju mbështet. Jo, ministria ka një projekt dhe federatat nuk mund t'i antarësoj, nuk po dalë në krah të mbrojtësve të ministrisë, por që është projekti i tillë që shkon te kryeministria dhe si janë federatat e vjetra që e kanë. Po Komiteti Olimpik apo nuk merret? Jo, jemi në lidhje, jemi në kontakte të vazhdueshme edhe me ministrin. Okej. Shpresojmë, ky është një event që ndoshta do t'i bie të gjithëve në sy dhe mendoj që duhet jo për mua, duhet bërë për sportin, jo thjesht për mua, se unë jam një individ që thjesht kam punën time dhe kaq.
Gladiator Hoxhaj, Faleminderit. u ndjeva mirë me bisedë. Faleminderit. Pavarësisht se ma prishin që kefin me atë plagën, po s'është një plagë e madhe, do kaloj. Sharohet 3 ditë sharo. Prandaj dhe emri i vendit ishte Albanian Gladiator Champion. Si keni kredu gladiator? Është pak e rëndë, gladiator, Gladiator sepse luftë për mbjetesë, jo, masakër. gladiator sepse erdhi momenti. Nuk mund ta ndërtoja dot të event para 2 vjetësh. As para një viti. saktë. Erdhi momenti që djemtë ishin të përgatitur, sepse u zhvilloi një kampionat në dhjetor, në 28 dhjetor 2014. Po, Aty u spikatën Bravo. dhe u ndeshën. bravo. Ishin me mua Arjan Rizaj, president i Federatës së Ndeshjeve të Lira dhe në Ilirian Hoxhaj, kampioni në fuqi i kësaj disipline. Unë të komplimentoj edhe një herë për arritjet e tua dhe faleminderit juve. uroj që të shkosh sa më larg. Faleminderit. Dhe kush janë ata më të fortit në Europë? Më të forti në këtë sport janë në Holland, Okej, Holland. në Holland që kanë edhe Thai boxing dhe këtë sport e kanë futur, në Gjermani, Okej, janë në Itali që janë në ngritje, Në dakor. Amerika që më. në Atëri Francë një fitore ndaj holandezëve ta bëjmë. Okej, mirë, kemi mbritur në fund, miq, zonja dhe zotrinj. Ka për t'ju falenderuar që ishit me mua në sot dhe gjatë gjithë kësaj jave. Ne stopohemi këtu. Takimi i radhës do të jetë hënën në 22:30. Deri atëherë, një fundjavë të qetë dhe larg stresit. Natë e mirë.